në udhëheqjen e LDK-s, Ministria e Arsimit ka me bo politikë nacionale mësimin gjatëditor, që fillon në të gjitha komunat, me disa që janë më të gatshme me njerë, na duhen 1 miliard euro për 4 vjetë. Dhe për këto kena me u zotu publikisht që do t'i ndajmë 1 miliard euro për 4 vjetë me mri mësimin gjatëditor që çdo fëmijë, kudo që mëson në territorin e Kosovës, me pas orar të zgjatur, aktivitete shtresë ekstrakurrikulare dhe familjarët me pas kohën e lirë me punu dhe me urrit mirëqenia sociale. Dhe mos me pas kosto për prindrit për ushqimin, sepse shteti e siguron atë, dhe në anën tjetër rezulton që kurrikula, detyrat e shtëpisë, krejt ngarkesat që shpeshherë dëgjojmë si ankesë prej prindërve që s'mujnë me menaxhu në shtëpi, ka mu realizu në shkollë. Përmes lojrave të ndryshme, matematika ka me qenë ma atraktive, ka mu mësu përmes lojrave. Edhe kjo është e mundur, Visar, është tepër e mundur. Tabela digjitale ja u bën në klasë, që kanë qasje në internet, në YouTube, në materiale të ndryshme, prej Oxfordit, e Cambridge, me tulli farmat materiale të mira, që nuk do me thonë me u kufizu vetëm në libra. Mundesh me e bo orën atraktive. Na duhet një qendër nacionale e trajnimit të mësimdhënësve. Sot, qeveria Kurti, tashe 4 vjet, i ka ndërprej trajnimet. Sot nuk trajnohen hiç arsimtarët. Para mendon këtë zhvillim kaq dinamik të mësimdhënësve, kërkush hiç nuk trajnohet sepse nuk ofrohen, nuk ka qendër që ofrohen trajnimet sistematike. S'ka pastaj dinjitet të mësuesit sot. Mësuesi paguhet shumë pak, e ka problem, i ka të hequra të gjitha shtesat. Na do t'i kthejmë orët e kujdestarisë, pagesën për orët kujdestarisë, pagesën për arsimtarët që mësojnë ekstra me fëmijët me arritje të mëdha, edhe me fëmijët me ngecje, sepse kjo është pastaj problematik në veti. Pastaj do të rrisim pagat e mësimdhënësve me bazë 900 euro, që i bie që secili arsimtar me pas bazën 900 euro dhe pastaj shtesat mi marrë në bazë performancës. Një arsimtar ose mësues që ka arritje ndërkombëtare me nxënësit ka mu pagu edhe me pika shtesë, sepse e meriton. Nuk është një farë barazimi në pagë i drejtë, sepse duhet me ndallu ata që kanë performancë më të madhe.